Molla Idris Dërmaku, njeriu që ja kushtoi jetën mësimit, edukimit dhe përhapjes së vlerave fetare në mesin e popullit shqiptar. Lindi në vitin 1934 në fshatin Shqipashnicë e Epërme të komunës së Kamenicës. Mësimet e para i vijoi nga mosha 6 vjeçare tek imami i fshatit Ramadan Efendi Dërmaku. Në moshën 14 vjeçare bëhet hafiz i Kuranit. Molla Idris Dërmaku nuk ndalet në kërkim të dijes. Pasi u bë hafiz i Kuranit, ai filloi të ndjek mësimet e gjuhës arabe dhe pastaj u aftësua në literaturën arabe. Gjatë kohës kur shërbei si imam në rajonin e Dukaxhinit, Hafiz Idrisi shfrytëzoi rastin dhe kreu shkollën e lartë pedagogjike, Dega Histori Gjeografi, në vitin 1980 në Gjakov, pra në moshën 44 vjeçare. Me urtësinë, thjeshtësinë dhe fjalën e tij të ëmbël, ai arriti të prek zemrat e shumë besimtarëve. Shërbeu si imam në shumë vende, duke lënë gjurmë të thella në çdo komunitet ku veproi. Pavarësisht sfidave, ai nuk u ndal asnjëherë se kërkuar e dije, duke u bërë shembull i gjallë i përkushtimit dhe dashurisë për fen. Për të qenë imam i rregullt prej viteve të 70-ta, nevojitë diplomë e shkollës së mesme. Hafiz Idrisi, edhe pse shkrem lexim në gjuhën shqipe, kishte arritur ta mësonte nga disa fëmijë që vijonin shkollimin në atë kohë, nga se asnjëherë nuk ishte ulur në bankat e shkollës fillore. Për një afat të shkurtër, kryen privatisht shkollën fillore dhe regjistrohet me korrespondencë në medresën e mesme Alaudin Prishtinë. Ishte përfaqësues i Këshillit të Pajtimit të Gjaçeve për Anamorall. Nga viti 1994-1998 emërohet kryetar i Këshillit të Bashkësisë Islame në Kamenicë. Hafizi shuhej për mençurinë e tij të rrallë, fjalët e tij të urta, shembuj të shumë nga jeta praktike, por mbi të gjitha shpjegimet e ëmbëla të mësimeve islame, gjë që i jashnin gjithmonë vizitorin për ndeja vizita më të shpeshta. Hafiz Idris Efendi Dërmaku ka ndëruar jetë me 24 korrik të vitit 2020. Varrimi i tij është bërë të nesërmen në vendlindjen e tij në Shqipashnicë të Epërme të Kamenicës.